Horoskopi i vitit 2026 i binjakëve. Binjak, ju jeni të zgjuar, të shpejt në mendim dhe jashtëzakonisht të mbret në aspektin intelektual. Dini si të lundroni në ndërlikimet e jetës me durim dhe qëndrueshmëri, edhe kur rrethanat ndryshojnë papritur. Aftësia juaj për të komunikuar është një nga pikat tuaja më të forta. Ju lidheni lehtësisht me njerëz të çdo profili dhe shpesh jeni ata që mbani gjallë bisedën. Natyra juaj kurreshtare ju bën nxënës të shpejtë, gjithmonë të etur për të përmirësuar aftësitë, për të mësuar diçka të re dhe për të zgjeruar horizontet mendore. Fleksibiliteti ju ndihmon të përshtateni dhe të shkëlqeni në mjedise që ndryshojnë shpesh. Ndërsa energjia juaj pozitive, humori dhe zgjuarësia ju bëjnë shpesh qendrën e vëmendjes në çdo ambient shoqëror. Megjithatë, kjo lëvizshmëri mendore ka edhe anën e saj sfiduese. Mund të humbisni interesin shpejt, të shpërqendroheni lehtë ose të ndiheni të pasigurt për të marrë vendime afatgjata. Natyra e dyfisht të shenjës suaj mund ta bëjë më të vështirë përkushtimin ndaj një rruge të vetme, veçanërisht kur para jush shfaqen shumë mundësi njëkohësisht, sipas parashikimeve për binjakët në vitin 2026. Ky vit kërkon durim, qartësi mendore dhe fokus. Është një periudhë eksplorimi dhe rritjeje personale, ku do të mësoni të dalloni çfarë është vërtet e rëndësishme nga ajo që është thjesht shpërqendrim. Sfida do të ketë, por ato nuk vijnë për t'ju ndalur, vijnë për t'ju pjekur. Me këmbëngulje, vetdije dhe një qëndrim të fortë mendor, ju mund t'i ktheni pengesat në mundësi reale. 2026 nuk është viti i nxitimit, por i ndërtimit të zgjuar, një vit që ju ndihmon të krijoni një rrugë më të qëndrueshme dhe më të sigurt drejt së ardhmes. Binjak, 2026 është viti kur disiplinë takohet me ëndrat tuaja. Viti nis me Saturnin në Peshqit në shtëpinë tuaj të 10-të, duke nxitur reflektim mbi rrugën që po ndiqni, sidomos në lidhje me punën dhe qëllimet e jetës. Në këtë periudhë mund të ndiheni të sfiduar në drejtim dhe të pyesni veten se apo bëni zgjedhjet e duhura për të ardhmen tuaj. Por që nga gjysma e dytë e shkurtit, kur Saturni kalon në Dash, fokusimi bëhet më i qartë. Tani ëndrat dhe aspiratat tuaja fillojnë të marrin formë konkrete, më pak ditë ëndërrimesh dhe më shumë plane të qarta. Është momenti të bëheni serioz për të manifestuar të ardhmen më të mirë. Jo thjesht për ta dëshiruar atë, pastaj vjen Uranusi që hyn në shenjën tuaj në fund të prillit, duke sjellë një ndryshim të madh kozmik. Ky është një vit transformimi, binjak, ku mund t'ju jepet mundësia të lini pas versionet e vjetra të vetes dhe të përqafoni një version më të guximshëm. Prisni surpriza, një pamje e re, interesa të reja dhe një qëndrim i fuqishëm i gaf që tërheq vëmendjen e të tjerëve. Ndryshimi nuk është gjithmonë i rehatshëm, por ky është saktësisht ajo që ju nevojitet nga ky tranzit këtë vit, një mundësi për të rishkruar historinë tuaj personale dhe për të treguar anën më autentike dhe të guximshme të vetes. Ndërkohë, dinamikat e miqësive dhe familjes suaj po evoluojnë gjithashtu. Mësimet e rrepta të Saturnit, si një mësues i kërkueshëm, ju nxisin të vendosni kufi më të fortë dhe të merrni role më të pjekura në shtëpi dhe me njerëzit e afërt. Ky vit ju kërkon të jeni më të përgjegjshëm, të balancuar dhe të pranoni sfidat si pjesë të rritjes tuaj personale. Nga ana tjetër, kur Jupiteri hyn në zonën tuaj të komunikimit në fund të qershorit, fokusi juaj kthehet tek shpreha e vetes, hapja ndaj të tjerëve dhe forcimi i lidhjeve në të gjitha aspektet e jetës. Ky tranzit ju ndihmon të krijoni marrëdhënie më të sinqerta dhe të kuptoni më mirë nevojat e të tjerëve. Duke zgjeruar rrjetin tuaj mbështetës dhe duke fuqizuar bashkëpunimet, në thelb, 2026 për binjakët është një vit për të ndërtuar një version të ri të vetes, një version autentik, i fortë dhe i gatshëm për gjithçka. Kjo është koha për të treguar elasticitet, guxim dhe për të përballuar çdo sfidë që vjen përpara. Dhe binjak, ne e dim që ju mund ta përballoni. Dashuria dhe marrëdhëniet. Çfarë e pret binjakun në vitin 2026, kur bëhet fjalë për dashurinë dhe marrëdhëniet? Horoskopi vjetor i binjakëve për vitin 2026 tregon një vit plot luhatje emocionale, mësime të rëndësishme dhe rritje personale.
Nuk është një vit i thjesht për romantizmin, por për gatit mundësi për lidhje më të thella dhe më autentike. Për çiftet e martuara ose në lidhje afatgjata, viti mund të nisë me ndjenja ftohtësie emocionale, keqkuptime të vogla ose tensione të fshehura. Retrogradimi i Jupiterit dhe Saturnit nxjerr në pa çështje të pasgjidhura, pritshmëri të pathëna dhe mungesë komunikimi të qartë. Kjo periudhë kërkon durim, maturi dhe qartësi emocionale, sepse mënyra se si menaxhoni këto sfida vendos bazën për gjithë vitin. Me kalimin e muajve, tranziti i Jupiterit sjell energji shëruese dhe harmonizuese. Afërsia emocionale rritet, mirëkuptimi rikthehet dhe ndjenjat bëhen më të sinqerta. Nëse të dy partnerët tregojnë gatishmëri për të bashkëpunuar, për të komunikuar hapur dhe për të kapërcyer pengesat e së kaluarës, lidhja mund të rindërtohet mbi baza më të forta, duke e bërë dashurinë më të qëndrueshme dhe më të thellë. Gjithashtu, kjo është koha për të ndërtuar besim të ri. Çdo diskutim ose sfidë që shfaqet në gjysmën e parë të vitit mund të përdoret si një mundësi për të kuptuar më mirë njëri tjetrin dhe për të forcuar marrëdhënien. Për binjakët beqar, fillimi i vitit mund të sjellë konfuzion emocional, dilema dhe dyshime. Ndjenjat tërheqjeje mund të jenë të shpejta dhe intensive, por pa siguri të brendshme. Është e rëndësishme të shmangni marrëdhëniet e nxituara dhe të praktikoni reflektim të ndershëm mbi vetveten dhe mbi atë që dëshironi vërtet në partner. Komunikimi i hapur dhe sinqeriteti me veten do t'ju ndihmojnë të shmangni shkënjimet dhe zgjedhjet e gabuara. Gjysma e dytë e vitit sjell stabilitet emocional dhe momente më romantike. Lidhjet e reja ose njohjet që fillojnë pas kësaj periudhe kanë potencial për qëndrueshmëri dhe seriozitet. Këto janë momente kur emocioni bashkohet me maturinë dhe marrëdhëniet fitojnë kuptim të vërtetë, duke krijuar lidhje më të forta shpirtërore dhe një harmoni më të madhe në jetën personale. Mesazhi për binjakët në 2026, ky vit nuk është vetëm për romancë të shpejtë, por për të ndërtuar dashuri të qëndrueshme dhe lidhje të thella. Sfida fillestare është një mundësi për të kuptuar vetveten dhe partnerin më mirë, ndërsa gjysma e dytë e vitit sjell përmbushje, afërsi dhe stabilitet emocional. Binjak, 2026 ju mëson të balanconi emocionin dhe logjikën, duke e bërë dashurinë një forcë që ju rrit dhe ju transformon. Karriera dhe jeta profesionale. Çfarë parashikon horoskopi i binjakëve për vitin 2026 në aspektin e karrierës dhe zhvillimit profesional? Horoskopi i vitit 2026 për binjakët parashikon përparim të qëndrueshëm, veçanërisht pas mesit të vitit. Gjysma e parë mund të duket e ngadalë, me vonesa, pengesa burokratike ose mungesë motivimi. Megjithatë, kjo periudhë nuk është humbje kohe, ajo ju detyron të forconi aftësitë tuaja, të rishikoni strategjitë dhe të ndërtoni themele të forta për sukses afatgjatë. Për ata që janë të punësuar, disiplina, përkushtimi dhe puna e vazhdueshme do të japin rezultate konkrete. Edhe nëse përpjekjet tuaja nuk vlerësohen menjëherë, ato nuk kalojnë pa u vënë re. Me kalimin e kohës, eprorët dhe kolegët do ta njohin profesionalizmin dhe besueshmërinë tuaj. Mundësi për promovime, rritje përgjegjësish ose role më të mira janë të mundshme, sidomos në gjysmën e dytë të vitit. Për sipërmarrësit dhe biznesmenët binjak, fillimi i vitit kërkon kujdes dhe menaxhim të matur. Rritja mund të jetë e ngadalë, por e qëndrueshme. Nuk është koha për rreziqe të mëdha, por për planifikim të saktë dhe optimizim të burimeve ekzistuese. Pas mesit të vitit, situata financiare përmirësohet dhe fitimet, marrëveshjet e reja dhe zgjerimi i biznesit bëhen më të mundshme. Për studentët, viti mund të sjellë lodhje mendore, shpërqendrim ose presion akademik, veçanërisht në periudha intensive studimi. Megjithatë, nëse tregoni këmbëngulje, disiplinë dhe organizim të mirë të kohës, përpjekjet tuaja do të shpërblehen. Provimet konkurruese, studimet e larta ose projektet afatgjata kanë potencial të japin rezultate pozitive drejt fundit të vitit. Mesazhi kryesor për binjakët në 2026, durimi, strategjia dhe puna e mençur ndërtojnë suksesin që zgjat.
financat dhe pasuria. Çfarë mund të presin binjakët në vitin 2026, sipas horoskopit vjetor për binjakët? Financat në vitin 2026 do të jenë relativisht të balancuara, por jo pa luhatje. Ky nuk është një vit i rrezikut të madh financiar, por i menaxhimit të zgjuar, kontrollit dhe planifikimit afatgjatë. Gjysma e parë e vitit mund të mos sjellë fitime të mëdha ose rritje të menjëhershme financiare. Megjithatë, ana pozitive është se shpenzimet do të jenë më të kontrolluara. Do të tregoheni më të kujdesshëm me paratë, duke shmangur blerjet impulsive dhe vendimet e pamenduara. Kjo qasje ju ndihmon të ruani stabilitetin edhe në periudha të paqarta. Për të punësuarit pritet një të ardhur e qëndrueshme, por rritjet e mëdha të pagës ose bonuset mund të vonohen, sidomos në fillim të vitit. Megjithatë, siguria financiare mbetet e fortë dhe përmirësime graduale janë të mundshme më vonë. Për sipërmarrësit dhe biznesmenët, fillimi i vitit kërkon disiplinë financiare. Është e këshillueshme të reduktoni shpenzimet e panevojshme dhe të shmangni investimet e rrezikshme ose zgjerimet e nxituara. Fokusohuni në konsolidimin e biznesit dhe forcimin e strukturës financiare ekzistuese. Gjysma e dytë e vitit sjell potencial për fitime më të mëdha, veçanërisht përmes investimeve të planifikuara mirë, projekteve afatgjata ose bashkëpunimeve strategjike. Megjithatë, do të jetë e rëndësishme të monitoroni me kujdes rrjedhën e paras, pasi vonesa në pagesa ose të ardhurat të shtyra mund të ndodhin. Buxhetimi i zgjuar, planifikimi financiar dhe rezervat emergjente do të jenë çelësi për të kaluar vitin 2026 pa stres financiar dhe me më shumë siguri për të ardhmen. Mesazhi financiar për binjakët në 2026: mos ndiq fitimin e shpejtë, ndërto stabilitet që zgjat. Jeta familjare. Çfarë thon parashikimet për binjakët në vitin 2026 sa i përket jetës familjare? Horoskopi i binjakëve për vitin 2026 tregon se muajt e parë mund të sjellin disa sfida emocionale. Mund të ketë keqkuptime të herpashershme, tensione të vogla ose ndjesi distance mes anëtarëve të familjes. Këto situata nuk janë të përhershme, por kërkojnë durim dhe qetësi në reagim. Marrëdhëniet me vëllezërit, motrat ose figurat anëtare, nëna, tezet, gjyshet, mund të duken më të ndërlikuara përkohësisht. Fjalë të pathëna ose çështje të vjetra mund të dalin në sipërfaqe. Është e rëndësishme të shmangni debatet e panevojshme dhe të dëgjoni më shumë se sa të reagoni. Me tranzitin e parë të Jupiterit rreth mesit të vitit, situata fillon të qetësohet. Ky ndikim planetar hap rrugën për pajtim, mirëkuptim dhe komunikim më të ngrohtë. Mundësi për bashkime familjare, biseda të sinqerta dhe zgjidhje konfliktesh bëhen më të shpeshta. Gjysma e dytë e vitit shënon një ndryshim pozitiv të dukshëm në dinamikën familjare. Atmosfera bëhet më e lehtë, marrëdhëniet forcohen dhe ndjenja e mbështetjes rritet. Do të ndiheni më të lidhur emocionalisht me familjen tuaj gjatë gjithë vitit, pavarësisht luhatjeve. Marrëdhëniet me vjehrin dhe familjen e zgjeruar priren të mbeten të mira, sidomos nëse komunikimi është i hapur dhe i respektueshëm. Sa më shumë të flisni qartë dhe me ndershmëri, aq më e qëndrueshme do të jetë harmonia familjare. Mesazhi familjar për binjakët në 2026: qetësia dhe komunikimi i mençur shërojnë çdo distancë. Tranzitet kryesore planetare në horoskopin e binjakëve për vitin 2026. Viti 2026 është i rëndësishëm për binjakët për shkak të lëvizjeve kyçe të Jupiterit dhe Saturnit, të cilat ndikojnë drejt për drejt në dashuri, familje, karrierë dhe zhvillim personal. Këto tranzite nuk sjellin ndryshime të shpejta, por ndryshime të qëndrueshme dhe me ndikim afatgjatë. Tranziti i Jupiterit, tranziti i parë, qershor 2026, nga shtëpia e 1 në shtëpinë e 2. Ky është një nga tranzitet më pozitiv të vitit për binjakët. Kalimi i Jupiterit në shtëpinë e 2 ndikon drejt për drejt në rritjen e harmonisë dhe lumturisë në jetën martësore, përmirësimin e atmosferës familjare, hapjen e mundësive të reja për përfitime financiare, forcimin e vetbesimit dhe stabilitetit emocional. Ky pozicion i Jupiterit ndihmon në ndërtimin e sigurisë, si emocionale, ashtu edhe materiale. Gjithashtu,
Aspekti i nëntë të Jupiterit ndikon pozitivisht në ambientin e punës, duke mbështetur karrierën, reputacionin profesional dhe marrëdhëniet me autoritetet. Mund të shfaqen mundësi të reja që ju çojnë drejt rritjes dhe njohjes profesionale. Tranziti i dytë, tetor 2026, në shtëpinë e tretë. Në këtë fazë, Jupiteri zhvendos fokusin drejt komunikimit, marrëdhënieve me vëllezërit, motrat dhe zhvillimit shpirtëror. Ky tranzit përmirëson lidhjet me vëllezërit, motrat dhe të afërmit e afërt, rrit interesin për spiritualitet, vetë zhvillim dhe dije të thellë, forcon guximin, iniciativën dhe aftësinë për të shprehur mendimet, edhe jeta personale përfiton ndjeshëm pas këtij tranziti. Ndjeni më të lirë emocionalisht dhe më të qartë në zgjedhjet tuaja. Tranziti i Saturnit, Saturni në shtëpinë e 10 të gjatë gjithë vitit 2026, Saturni mbetet gjatë gjithë vitit në shtëpinë e 10 të, duke e bërë këtë një vit serioz për karrierën dhe përgjegjësitë profesionale. Ky pozicion sjell stabilitet afatgjatë në karrierë, vendos prova për durimin, disiplinën dhe qëndrueshmërinë tuaj. Nga ana tjetër, ky tranzit mund të krijojë tensione në ambientin familjar, veçanërisht në marrëdhëniet me figurat anëtare ose çështje që lidhen me shtëpinë. Balancimi mes punës dhe jetës personale do të jetë thelbësor. Pozitivisht, Saturni këtu hap mundësi për udhëtime jashtë vendit, zhvillim profesional ndërkombëtar, ndërtim të një reputacioni të fortë dhe të qëndrueshëm. Mesazhi planetar për binjakët në 2026, Jupiteri ju rrit dhe ju zgjeron. Saturni ju teston dhe ju forcon. Së bashku, ata ndërtojnë një vit ku suksesi nuk është i shpejtë, por është i sigurt. Ju urojmë vit të mbar.